Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena YE. Jemi në podcastin e radhës ku është një mysafir i veçantë si gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Me ne sot është sulmuesi i kombëtarës shqiptare Mirlind Daku. Mirë se vjen Mirlind. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Lëft para se mi anis, mos të harrojmë mi përmend edhe sponsorat, ata që pa ta është e pamundur ky emision. Një ndër markat më të vjetra të makina nga Korea, KGM Sangyong, Mucha Solar, mos të harrojmë Pro Transporti, Lashko, Patos dhe Denfix. Ja nis muhabetin me Mirlindin, mas mirë është me anis kur ja ka nis me Luki, më na kallzu fillimet e para, edhe kur dihet që ky vjen nga qyteti i Gjilanit, në qytet që jeton me futbollin edhe ka dy klube shumë të organizuara, si Dritën edhe Gjilanin. Po Mirlind ku ja ke nis ti edhe çu kujton hapat e parë tu në futboll. Dhe pse s'ka luajtur asnjë? Po, s'ka luajtur Drita. Po, i kemi pas në fillim atëre, muna me thonë prej moshës 10 vjet, 11, kur kemi fillu, i kemi fillu normalisht me ata shokët ma holl, jam edhe pak me u bo sikur një lloj profesionisti në atë moshë, edhe kemi shku bashku edhe me Edisonin, edhe një qënë tjetër, që është Eugeni. Eugeni, po. I koni treshe e pandashme. Një treshe i na kone pandashme, edhe i kena pas edhe ato fillimet e tona as bashku atë. Edhe normal kena fillu te ekipi i Gjilanit, ka qenë në atë kohë. Grup Mosha. Po, grup Mosha dhe Gjilanit, që ka qenë trener Selimuja dhe Vetën Gjemali. Edhe kena fillu atë tek ai terreni ku e kena pas atë terreni me beton që ka qenë atë në qytetin ton, edhe prej aty veç kemi fillu, do me thonë nuk e di sakt sa vite u bo, sa vite kemi nejtë në atë 3-4 vjetë mëna me thonë, ose ma shumë, derisa ka ardhej të puna për me Mu largu, se zban për klubet. Që shevlerëson që punën që se ki pas rastin, as të Drita, as të Gjilani me lujt. A është një farë pengu deri tash në karrierë, s'paku s'ki lujt njërin prej klubeve të qytetit. Me thonë drejtën, peng se di ja kësha thonën, po ka njerë thonë që zoti që s'm kanë nalë. Ma mirë, ma mirë. Po, muna me thonë që u koni se unë jëm rrit në atë aromë, dhe ma herët ka pos aromë halo ma të madhe në qytet kur ka lujt derbi. Se tash s'është që e ndjen, u zbej ajo atmosfera e derbit, po ma herët për shembull, kur u konjova e derbit non-stop jemi konën, që me thonë, një qytet u festu edhe para lojës. Ti je me Gjilanin, garant. Unë jem konë me Gjilanin, po. Edhe unë jam me Gjilanin. Unë jem konë me Gjilanin, po. Se jedi edhe Eugeni jo me Gjilanin. Jem konë me Gjilanin për shkak se ja po të fillim atëre me lujt. Në Gjilan edhe pe aty na ka metën ajo me Gjilanin, po kur erdhëm tani te ky momenti që për me mujt me lujt për ekipet e para, nuk e kam po vetëm Gjilanin, po e kam po edhe Dritën, ku pa ata s'kam po aty. Ata s'm kam po mu. Si kon mjaftueshëm i mirë. Si më goni malë që atërë në qatë kohë si më goni malë që jo më rritë shpejt. Mirlind, në vitin 2016, Edisoni shkon në Hajvali, Edison Qiku, kapiteni i Gjilanit, sa të. Edhe është një histori shumë interesant. Trajneri, më zgabov që u kone me Bajramin atë kohë. Agi Maliqi u konë trajneri juniorve. Edhe ja ka lyp një sulmus, se s'kam pas. Që shu bo puna. Te, para prakisht, e ki lun karrierën. E la karrierën edhe ja nise me punu me vllavin me kuzhina, po? Që ajo periuda, muna me thonë që u kona ajo periuda ma erona e jamja, do me thonë këtë periudën që me këtë sport. Jëm me futbol se... Je refuzu prej klubeve qytetit? Jëm refuzu për klubeve qytetit edhe shiqër që edhe ku kemi stërvit aty kanë qenë të ajo fusha tash që lozin dyja ekipe që të rreth. Po. Edhe unë e kam larg atë fush, muna me thonë 10 minuta. Po. Edhe ashtu kur na nënvlerësojshin edhe kur nuk na respektojshin në atë mënyrë,
ashtu me tesha, me kopaçka, tesha të ndur, edhe të shute shtëpia të kojt. Edhe erdhi një moment ku i bona unë gati 18 vjet i bona. Edhe do të kemi vendos. Me vendosën o me njekit ondër o me gjetë një punë tjetër që për me mbjetu se mu më ka orë për shembull mu babit me shku mili pare, mu më ka orë kur u bo. Dej në qatë moment, okej, ama masanena kur e kom po vetën 2 metra djali 2 metra, aminjera që se kina me dal me pi kafe. Edhe në ato momente kina pas pak ma të këqia edhe muna me thonë që qaj 6 mujosh jëm konë kështu out për futbolit. 6 muj, vetëm kështu me sheqni që kemi lujt, sërë që kina bo nej diçka ekstra. Edhe që na për turnira, na për gjona që më kanë thirë. 20 euro loja. 20 euro loja. E kur thirë jeti që Shqipërita, a besoa që aty ka mu kona i farë shpërtimia? Po jo, la më thonë drejten, a jedi, hajde, su ku me di si ka shkulla vetë ati, se i na mësu në stop bashkë. Hajde, thash për provojmë, thash po vi që ti me qukon. Edhe pse, Bobi jem, qatë që juftufën pe në vlerësimi që e kom pas për qytetet Gjilanit, kjo ka folë normal, ka folë sikur në sytë prindit që është, që ma dënë të mirën, ka thonë që është mirë me lonë këtë futbol edhe mu fokusu në tjetër kohje. Edhe one muna me thonë që veç nona e ka ditën që unë jem të shku në Ajvali, se s'kum guxu unë mi tregu babit. S'kum guxu se unë e disha mënjerë, e disha përgjigjen e tina. Po. E nona non-stop, edhe për që ata unë mos e përmena nona, për që ata së një dalë kur hoke shëne heq. Edhe për tesha që mi kalo muë non-stop, që mi kalo tesha, se në Ajvali kur kina shku na tesha shumicën. Po, u do shmilo vetë. U do shmilo vetë. E kur i kom pru në shpe, kur i kom pru tesha në shpe, se të mos fusha shumë qfar loqi aty me tesha, me sana. Veç tesha që kalo në qatë periud, unë së një dalë hako shkore, mos flasëm për gjona tjera. E tani aty Në Ajvali, u konë trenera Gjemalici aty, në atë kohë, që edhe ajo konë njoni për njerëzve që muna me thonë që bashkë në periudat ma të fështirat mijat mu ka gjindën. Jo me në aspekt tjetër, po me aspekt futbolit. Edhe aty kemi lujt 6 muaj edhe moj me një stërvitje, herën e parë stërvitje që kemi shku aty, kemi pas kështu edhe si finalizime, finishing e kësi gjona. Edhe edhe ma krosoni top, edhe une gjithë i kom pëlqy këto akrobacionet, edhe e kom rrug, kështu me gërshër. Edhe veç e ka thirën e kumpone, unë e shqipe, veç e ka thirën edhin e ka thirë këtë treneri, ka thonë, jo, në fakt edhe mu pas ka thirë. Ku e ki librezën, më ka thonë, me të regjistru, thoj se di, as ku ka met libreza, qa që pa interesum. Thash, po besojmë dogo që në Gjilan është, nëse shko me librezën dhe bire këtë edhe vazhdojnë. Në qatë kohë Ajvalia, jetë e ka pas një ekip mirë, po ecë kryesia dhe ju besohet veçtrive dhe dalin pa një 3-4 talenta, për ty në Daku, Ksiku, ka pas lojtar bajag interesant Ajvalia dhe... Ma e fatën mytë, 3 lojnë ditë me juniora me ekipën e parë. U kon ekip edhe që ato vrehesh ti si lojtar dhe vinë ofertat e para për klubeve që lufteshin për pjesën e për me Mojmen që edhe Prishtina ka pas interesim. Po, në atë kohë i na konën veçën edhe Edi na konë, me ata lojtar pak ma djetër se na. Edhe javlen edhe ata mi përshëndet edhe mi do më falenderu që na kam prit mirë. Nuk e di, muna me hin hak në i kune mos pja përmen, po
kone moj men, unë muna me moj qëndrim se i diun se më ka unë asistin e parë, po Spira, asistin e parë më ka unën që ku më gollin e parë në Super League, edhe ai non stop kur ta shoh në ato në rrugë më thotë ja shkon në Pymeke e dolën. Asistuesi Po, edhe u kon edhe shpëtim baba, u kon në atë kohë veteran u kon edhe non stop na kanë përkrahur, non stop na kanë fol gjona të moja, gjona të mira, edhe përgjithësi aty krejt ka qenë një grup fenomenal. E kemi ditën që lek s'ka pas aty, po ma mira me ditë në fillim që s'ki por edhe gjao. Po, kemi lë. Se kemi pas na për ekipe tjera ku i ke prit poret, po s'ka në rresh. Kështu ma mirë mi ditën edhe e kemi ditë tani çish me mbjetu. Se kur të lapi, kur shkove, e përmendi edhe lavda ki pas e oferta tjera, që shu binde me shku të lapi. A mjaftoj veç rroga, me di që kemi marrë rrogë. Une me thonë drejtën, se kom thonë kur këtë sen, po pe thonë për herë parë. Une kur e kryta, une halo isha i lidh me qytet Gjilanit, halo isha i lidh. Edhe une vetëm dola me folën me Tahirin, edhe u mirën veshna me Tahirin e krejt, po tani une e kisha edhe një rast familjen në qatë ku. Une prej kur ka dek gjyshja jem, une e kam luj gjyshin tem, e kam nejt me to, e kam la, kam bo gati për gjdo dit, për shembull gjdo tejte, e kam bo gati për dit gjumoja me shku. E kam la, i kam nejt gati, kam fjet me to, edhe ishke qaj periud, tani une e thira edhe u takum edhe me dritas na. Edhe unë s'do isha mu largu pi qytetit, se shkaku edhe i gjyshit. Edhe i thash unë aty në dhe qëra, unë thash e kam kryn lap, thash unë as pjo lypi ma shumë pare, se unë as si disha ato dredhin në atë kohë. Thash as pjo lypi ma shumë, as kur gja, po thash veç për afërsesh që aty pare. Me në nshkru kontratën veç, hajdin. Unë në atë kohë për shembull lap në fillim e kom pas gati 400 diçka në fillim kon. Shumë kon për ti. Shumë për ekipet tona. Po. Ata më thojnë mu 100 euro mujna me t'i dhonë, më nësh me ardhë. Tani unë meta, se kesh edhe me babin. Thash jo, thash faleminderit, thash po hiq, thash. Ma i respektueshëm. Thash ma i respektueshëm jam me shku te një njeri që më don, edhe që më pëlqen, vlerëson, të beson çaja krejtat. Edhe unë mira vesh me ta, edhe gjyshi, edhe i tregova unë gjyshit në atë kohë thash kom vendosur kështu me shku me lujt në Podujev, thash, po halos kështu 100%, veç që kisha kryen e kisha nënshkru kontratën e krejt, ama gjyshit se ai non stop mu kur i tregova kështu, ai ma bike e dinti një njeri që e ki këto. Po. Mos më marru. Mos më mblon vet, kisha, edhe pse ishin gjithë aty të familjes aty, po ai me dëshmëria, po. Shumë i lidh. Edhe na fillojshëm kur sa rrej kësa hiç, na fillojshëm me ekipën e Llopit me 5 janar, e fillojshëm sezonin e pranveror, po. Përgatitje për sezon, gjyshi me 3 janar ndron jetë. Çavo. Qatë obligim që e ki ti me sigur qatë derë më maqelin mua më thonën qeko e ki rasti, dhe më thonë mëse kthe kryt mbrapa mëse kthe kryt mbrapa heq, po veç fokusom karrierë tonë dhe muna me thonë që kejta suksese që i kom pas dhe i tash i kom pasën e hatritina, se e di që ai non-stop u lutën e non-stop ka pas. Kur ndodh ke shpesh që edhe u qoj shumë edhe në mëngjes, kur se nuk arrit që une me lo gjyshin une para se me ra me fjetaj, po une visha ma vunë. Po. U qojsha ekstra në mëngjes para se me folë sabojnë, u qojsha e pastrojsha e lojsha edhe nën stop ai koj këtu koj, pse mu quë e si sen edhe muna me thonë që kejtë sukseset që i kom pas dhe i tash i kom foltina, se e di që më ka uru me plot zemër edhe inshallah veç është tu jetu më poqe atina. Qyshte të Llopi u hap një rrugë madhe edhe u konfirmuve njani për sulmuze më të mirë në ligë, edhe pse Llopi në atë kohë ka pas shumë lojtar të mirë edhe ekip të mirë.
e mbaj me një gol kundër Prishtinës në kup për 30 metra, shërfollos kësi me akrobacion. Edhe konfirmuash të lapi si një lojtar me metarme të madhe. Qysh e mon men periudën të lapi atë një vit e gjys para se me shpërthy edhe me dalë në Evropë? Qajo periuda është periuda, muna me thonë, një ndër më të mira të mijat dejtarë që i kam futbol. Edhe du më ju falenderu shumë jashtë mose du më ju falenderu edhe munduna mos mi harru e munduna me respektu sa të muj familjen e Nejat Dumnicës që jo ka qenë Atko bashkën kun po, presidenti Lopit, po edhe familjen e trenerit Tahir, vllaznit e tina, se qatë shumë që jëmë koni lidhëne me të dy këto familje, sa që edhe sot e asaj dite kontaktet i kam të shpeshta që edhe tashtë mo edhe i na bo sikur me qenë diçka kështu familjarisht. Si kina hub kontaktet kur. Ajo periudhë ka qenë ma e mira e jemja se me të njëjtën on nuk jo që i ku menu ato gjonat financiare, po që mu ka dhu mundësia tamon që atëhere me lujtën si profesionist në futbol të Kosovës, edhe muna me thonë që o konën një pej momente më të mira të karierës tem, ai një vjet e gjys. Ai një vjet e gjys, prej momente më të mira, shkon momentet më të vështira ashtë. Po shkon të Osijeku, tani të Kuksi, kur gjë hiç nuk shkon për dorë, qashtu që shikime në. Nëse të Osijeku së kumë bashkë, e jep gola në fillim edhe janis. Zbon edhe bile me qikaq me kry kitë punën e Lopit, se kom kalu jashtëzakonisht shumë mirë atje që sot asaj dite unë edhe ku shkojmë po do jef kështu me vizitu, që kom respekt e njerëz aty që nuk më kanë harru kur, edhe unë jom habit se qysh ka që shumë me pas respekt për një lejtar, se unë jom mësu mus me pas respekt për lejtar. E keni hub një finale të kupës me Lapin, a është peng që se ke fitu një trofeje me Lapin? Shumë peng, ekstrem peng, se kemi lujt atë finale, une për shembull një për lojve më të mira me Lapi që e kam pasu ka qenë qaj finale. Mitrovic kundër Vesës. Po, kur se harroj atë finale, e çfarë ndjenje, në penala. Unë si mësu për shembull me pas atë ç'më thon atë adrenalinin e juve çat nivel. Aty muna me thon për 10. Për 10.000 tifoz. Shumë ka. Edhe koni ndjenjë shumë e pa harrume, po muna me thonë që edhe ajo një ndër pengjet më të moja të karrierës tem ka qenë, si s'ku mujtën me fitu atë trofeja. Se ka qenë edhe ajo koha që dilken Evropë, po e Prishtina dha një shkon në Evropë se Besa nuk licencohet, Prishtina se dyta në kampionat, çdo diçka u bën. Te Kuksi dhe te Osijeku. Te Osijeku kur shkove, realisht ne pritëm këtë mirë transferimin se në atë kohë veç janë nesën lejtarët, janë nesën lejtarët tonë me dalë dhe me shpërthy, edhe diçka nuk shkoj dhe u ktheve te Kuksi. Pas te Kuksi nuk jetë si mirë, si e kujton qëtë periudhë? Po, kjo periudhë, u kon një... Në Shqipni edhe që a thoi, ne e këna postojnë edhe me datë Morici, këtë se këna vlerësu, edhe Dakon e këna postojnë, këtë se këna vlerësu, masi po dalin në Evropë, po dhezin edhe po dojnë qësa lejtari mirë. Futbolli i Shqipnisë kanë herë sulmuesve të nuk i përshtatet, nonshave se këtyne që luajnë vi ma shumë. Po qajo periudhë ka muna me thonë që u kona e periudha ma e keqja dhe i tash që kom përjetu. Edhe se kur kemi shku për Osijek, alom ka mojt aja adrenalina që kemi dalë në Evropë tash. E sen edhe ka mojt aja adrenalina apet. Po, i kemi pas në fjallët i kemi pas me Osijekun që 6 mujt e parë me lojt për ekipën e dytë, për ekipën B, do me thonë, se në atë ko, se tash t'i kanë heq, po në atë ko ka pas edhe ekipet e dytë që kanë lujt një ligë ma poshtë. Ligën e parë. Po, ligën e parë. Edhe i kemi pas në fjallë që 6 muaj aty, mu ambientu edhe tani me vazhdu me ekipën e parë.
Shkun 6 muaj, mas 6 muaj nuk ka prap njëjtë, nuk ndryshoj asnjë gjë. Edhe tani uftofa mo me atë ven ashtu. Edhe po i thras ata menaxherat e mi që sot asaj dite jam prap me ta, me Shkumbinin edhe me Arisin. Edhe po i them është mirë me kështu me gjetën e lidhje me ikën piktujt edhe me shku diku me lujtën ku tamam futboll. Ki hapësira. Ku kam hapësira, ku muna me pas. Edhe erdh Kuksi, mos ardh që thujtë. Rëndë ke pas. Shumë rëndë ke pas. Shumë ko një periudhë, po. Nuk shkon të asë një gjo, heq nuk shkon të asë një gjo. Edhe penalin e hub me një lojtë kupës. Me një lojtë kupës, ja, e dho penalin atë. A e penalin atë. Atë që qatë që u konë gjithë shka kunder. Ketë kunder kanë shku atë, gjithë sen kanë shku kunder, edhe nejta 6 muj dit atje, nuk e di... 6 muj kena të Kuksi edhe ike. 6 muj kom nejt aty të Kuksi, një lojë e kom pas startus, një e kom pas startus në ligë, edhe një në kupë e kom pas. Në qatë lojë në ligë, ja u fitova 3 pikë në qatë ndeshje, edhe ishke një sen që du të me të cekën këto. Krejt e din këta opinioni, për shembull, këta që janë ma ofër futbolistave e din që Safetgjit si non-stop i ka pas do mbledhje kështu me lejtar, kur s'ka pas rezultatet mira. Edhe mu drejtoj ka i mu, më thëjke, po dëgjoj që në trening po shënon gola ku i kenë ndeshje. Qysh mi thonë o vlohne, unë pa lujt eq. Ku i ka minuta. Mi thonë ashtu, unë kish hekën edhe, halo ma shumë së më kishin shti. Aty e rëzik o me fole. Aty e thik me 2 teja. Hypse të brava, hypse të brava. Edhe, mas 6 muja aty, prap i thiri këta menaxhera, themi. Po në mëqare. A di, në fakt, e pon edhe ata që nuk jam i lumë të shumë aty, edhe tha, a di qa po bojmë, tha, po këthejmi, tha, në Kosovë, tha, pe nisëm për Zarros, edhe, tha, besoj se në atë ko ekipa e Ballkanit ka qenë tu rindërtim e sipër, po kvalitet ka pas kvalitet edhe kanë lujt futboll shumë sulmus. Po. Çto po du me të pyet. Kreta kanë menu që ki bu një hap mbrapa. Po u dal hapi më i qëllumi. Doli hapi më i qëllum 6 muaj ke okay. Jo, që di se shka, edhe tani sezonat krejt ka dole ku me ta spjegu këtë pjesë. Hajde. Kur kom shku aty, në fakt ishke edhe treneri Ismet aty. Po. Që edhe ai zbashku me trenerin Tahir, edhe me Agim Aliqin, po edhe Sunaj Keqi, mos ta harrojmë se edhe këta janë trenerat që um kam besu, shumë kam besu. Edhe prej aty non-stop ky Agim Aliqi edhe pse isha une Ballkan. Jo, isha në Kuks. Hajde. Ky non-stop tu pas kontakte me mu non-stop. A din edhe i thot me Ismetin më duket ky ka tregu që jo të dosht me orë për Kosovë. Po. Edhe në atë kohë treneri Ismet i thot këtyne menaxhera fëmijë biret e one edhe kena me bo punat mirë. Edhe une, me thonë drejten, une e përcjell qa ligën e Kosovës, edhe unë pëlqeke ky futbolli i Ballkanit, se alo ajo euforia ishke që sa tu ndërtu, shumë, po, futboll spektakolar. Edhe thash, okej, thash, po shkojmë atje. Edhe shkum në Ballkan, 6 mujt e parë, për 6 mujve, une 3 mujt dit i lëndum. Me thamra e konë ishame. E kom pos inflamacion tetiv. Sa u kthejsha për lëndimit, 3 javë në isha jashtë, sa u kthejsha prap, sigur ndezje, filloj ka të inflamacioni. Për 6 mujve, 3 mujt ditën e i lëndum. Kot. E thash, vetë me veti, thash, s'ku ka shkru heq apet. Kthejna të kuzhina. Kthejna të kuzhina, thash.
Edhe fillum kështu tani me na 6 muaj masi Sezoni i ri. 2-3 herë të e provu që shto prap dhimbje. Po. Edhe thash një herë veç që më thonë trajnerit Ismet, thash qëra. Thash unë po hije, thash edhe desa të më këputet e tiva, thash unë s'ku më nolën mo heq. Po. Me dhimbte me krejt s'ku më nolën, desa të më këputet e tiva. Bile le drejtohet një janë. Po, bile në të më këputet edhe qa. Edhe trajneri më thot, jo, s'bo me rëzgu, jo, thash trajner, unë thash s'mo jëm lodh, thash pishty në sanë, thash, po du, thash, qështu me hije, thash. Me hije, qështu me hije, edhe pe ati momenti, zërë, po kjo punë edhe me kry, psiqike, s'u më kallim mo, sargëmi, s'u më kallim mo heq. Edhe, shkun ata 6 muj, edhe normal se edhe duhet edhe mi falenderu edhe cimën, drejtus, edhe familjar, në qatë 6 muj të por, gjdo pagese kam pos në ko, gjdo marveshjen që e kemi pos, mi kanë kry obligimet krejt, gjdo sen. Edhe, sezoni me 31 gola. Po, që tash ta spjegoj. Shkum, une e kisha kontratën në Sjekalo. Edhe i thash ty në menagjera, thash unë atje, thash s'kthejna, thash. As, ju do, boni qatë boni, ju, këta menagjera dhe më thojnë, në fakt, trajneri Ismet që më thot mu. Trajneri Ismet thot, për ta drejtust, thojnë, do të me këshyrë dhe një sulmus me gjetën, do të me këshyrë me gjetën dhe një sulmus se s'kemi sulmus, a den. Edhe në fakt që ashtu është, se unë 6 muj dit, shumë rallë të lujt, normal. Këtë trajneri Ismet i thot, a deni qka, po ju e keni sulmusin këto. Edhe ata thojnë, po qyshbe kjo që 6 muj dit, jo, thot, unë e kom sulmusin, këto e kom. Nuk du lojtar tjetër. Edhe u konë qatë ko Gjilani, qatë ko unë ka ardhen kena bo një si loj marveshje me Gjilanin. Edhe shkova unë në shpe, veç e pritëshëm mja konfirmu në atyne. Edhe shkova në shpe tu menu, thash 6 muj dit, thash asni detyrim Ballkanin ndaj meje se ka. Më kanë respektu dhe në maksimum. Thash, unë ka unë një mundësi, thash, mja u këthy shpinën, thash zban as një. Edhe i kom shkuj Sevdailit, Robelit, në atë ko. Edhe, normal, në atë ko u konën keq për ta, edhe për t'i fas dhe Gjirani, se ata kam pritën shumë që unë më këthy. Amo, unë i tregoj, thash, që nuk muna me abo që tonë pa drejt, thash, asë është puna e pare, thash, që jom të moshtë, se thash, ju ma shumë i të mlonën se këta, po thash, unë thash, veti mu ndërgjegja, thash, së mlen, unë e milion për mas, edhe me shku. Veç ka kuj besimit që ta kanë po, veç ka kuj besimit. Edhe, fillojnë stërvitjet në Suarek, edhe më thje trajneri Ismet në fushët. Thot, qitë sezon, në që ose si për mi 25 gola, unë licencën e trajnerit e shky krejt, edhe s'mina ma me futbol. Se hebre dhe. Pasha, qituj. Veç më ka thonë qishto. E kalove, 31, i ki bo, veç i kampionat. 25, më tha, për mi 25 ta kemi bo sigur, tha. Edhe ja kina nisën fas përgatitore, unë e heq. Fas përgatitore. Amo, Kërsh fas përgatitore. Amo gjitha e kom qështu, edhe tash ku kum lujtë në fazën përgatitore, gjitha e kom zërë dyqyshe... Dhe mësot trupit. Jo, po edhe non-stop, garkesa e madhe, po edhe të urujtën mos po lëndumi në përmitësore, në përsana. Edhe kemi bo një fas përgatitore... Spektakl. Thash, unë vetit i thash, ja patavnu si detyrim, thash, ja do të më këthy, thash, qysh, halo ma mirë se qysh jëm kon, ja... Po është rasti i fundit. Rasti i fundit, do me thonë, treni i fundit është. Edhe i kina hi fazë përgatitore,
qatë shumë që ka njerë trajneri na thirrë edhe në mëngjes, kanë në 6-7 sabah mu qu, po I thëshëm, lena vet flajme edhe pak. Para dite, mas dite, tempo të noltë, edhe loja e por besa, me besën atje. Me besa, po. Unë hat-trick, lojën e por. Ja, va të nisë shumë fort, këtë lojtë ka dhënë golla shumë. Loja e por hat-trick. Loja e dytë me Ferroniklin, bum unë apet hat-trick. 6 golla unë. E tryte. 6 golla unë për 2 lojë, a vitin e kaluam 5 golla për 6 muaj. Për një vjet e diçka. Për një vjet e diçka. Për 2 vjet a 3. Edhe pe ati momenti veç e kom pas veç edhe treneri këtu kejt e dina që është edhe treneri. Gjënasi si në dalë kampion qatë vetë. Gjëna valla. E qka me bu? Valla gjënasi si në dalë kampion se janë konë ekipa larkë me futbolin. Larga, në fund përfundon kampionati me 3 ekipe të pikë baraz. Gati baraz. Gjilana e hupëm në fund e barazimi. Ai Keita e barazën. Luftet e dyja drita fito del kampion. Ajo më duket kjo pa viti pandemisu kon, ha? Po, u kon kjo para se millonën e këta gollat. Çajo periudhë. E viti me dy. Që kjo ku I jep ky gollat. Apo. Ku I jep ky gollat se tani mas atij viti ecë. Apo, dhe. Ky nuk u bë kampion me Vallkonin. Jo. Çata. Jo. Se mas aty që fitojnë titullin. Edhe osi e ka u bën tani që je lojtari mirë mas I dhe gjitha të golla. Se dhe atjo pa të këthy edhe I lujtë. Ama di që ishke ma e forta, trajneri ta herun për krak e mua edhe pse isha kundërshtori. Interesant. Ai pa të vogël llapit. Po. Bravo Mirlenda. Edhe pse ekipes vet. Ja, mo edhe ai ka pas gjithë kështu e ka pas edhe kështu kur fol shumë sa ne ka pas ti shko mirë, ekipa në të hupo ti në shko mirë. Po, ti shko mirë. Po. Ti shko mirë. Suksese personale. Po, suksese personale. Tani ama edhe një sen tjetër. Në fillim çatëherë kur isha tu domethënë tu folën amenen Ballkana me shku, trajneri Smet ju ka thonë drejtuesve blenja kartonin për Josikit. Po, blene krejt. Blene krejt, ata I lypshin çfarë sa kam paguar atëherë. Llap, 60.000 euro. 60.000 euro. Po. Blene kartonin se në fund sezonës mundeni me shitën për një shumë. Po dhe, 1 milion. Alo më të mëdha. Po 10 herë më shumë. 10 herë më shumë minimum. Po. Këta jo, ne, po, unë 6 ditë. Veç të rretën edhe pa parë. 6 ditë unë. Eca. 6 ditë unë se di për 6 ditë so golla u bënë që I dhash. I ke bo aty domethënë 31 golla veç në kampionat, edhe pjesa tjetër në kupë edhe në kupë ke bo. Dhe e ke domethënë. Rikthimi në Sjek edhe Temura, domethënë. Po u kthym në Sjek tani Temura. U kthym në Sjek edhe ishte edhe trajneri Bjelica aty. Edhe I kemi pas edhe aty e kom po që konkurenca është e fort, po haloj e kisha atë energjin për 31 golla këto nuk më interesante. Ke bo golla në Sjek. Po 16 ditën e kom nejt, unë I kom pos 400 minuta. Po. I kom pos 4 golla, ai Sulmusi që I ka lujt 1000 diçka ose ofër 2000 minuta, I ka pos 1 golla me. Pelea fiton I lojë në fund ato. Çfarë loja aty? Sa lojë po si shipa kësi. Çajo u konën kundër Goricës, u kon loja në fakt pa ta debutu kundër Lokomotivës Zagrebit. Edhe aty u patakon si protagonist, 1-0 të hub, edhe një top e kthejnë në 16 me lojtar më pak, e kthejnë 16 që aty bie golla 1-1. Edhe tani kur ndeshja radhës ishte me Gorica. Edhe rezultati ishte 0-2. 0-2. Po keni këthy 3-2 keni kësi. 0-2 ishte edhe unë mu më fut kë. Topin e parë, krosim, unë gol 1-2, e bojmë 2-2, edhe tjetra rast, unë e boj 3-2, edhe feste e qmendër. Edhe aty më ka ndasht, në shumë më ka ndasht, edhe tifozët më ka ndasht, se di pse unë ku të jep maksimumin ku të shkoj, tifozë se shojnë që lufton. Edhe lidhna shumë edhe me ta, po para aktive që ka 33 u kon për Sulmuze start që ka hi, edhe ka luftu për çdo top, domethënë morre s'ka pritu. Edhe
6 muajt e parë edhe e parë që unë qysh shkoj ke. Unë kisha qef me lujten. Përderisa ki bo më fush golla. Po, kisha qef me lujten edhe i shkoj te treneri, unë i thom, unë thash nuk jam të dosh tash më me nejtën të. Thash, ma mirë shkoj dikun luj, se me nejtën këto në me prit momentin edhe kur mos më morë dhe i moment mu eqë. Edhe pse po bën golla. Edhe pse po bëj statistik, s'po mi po të mundësia, ma mi po eci. Jo, i tha na dosh, thash, unë thash e kom do menën, thash, ti mund është më mojtën këtu, mos më mshti hiq. E krejt, po unë thash e kom do menën edhe unë jam të dosh me ik. Edhe prapi thras ata menaxherat edhe i thom me këshir me gjetë në klub dikun ku me shku. Me lu. Po. Edhe thot në Sloveni, edhe mu do ke unë kur pa e përcjell ligën e Slovenisë. Mu do ke dyqysh. Po. Unë e prita në ekip në Kroaci, Po. që aty në qatë ligë ose diçka, po thanë Sloveni me shku, tash. Hajli kohë Sloveni. Ju dini ju grani. Edhe e kom Sloveni, 6 muajt e parë ke 5 golla, 5 asista, 6 muaj. Mirë ka shku. Jo edhe shumë mirë, po mirë, kështu, edhe me 6 muajt ose ikit. Pra Po më ledhë ke golla, në golla. Edhe move që lidha edhe me atë ekip u lidha, edhe me ven, edhe me tifoz, edhe me kryesi atje, edhe me krejt, që sot asoj dite me presidentin kom halo kontakte, edhe prej atyjit, si e kena përfundu sezonën, si më kthy në pushim, e kom thirë apet menaxherin, kom thonë, unë du me vazhdu aty apet. Po, te mura edhe. Edhe një vet du me vazhdu aty, edhe dush me folën për me gjetë një marrëveshje. Edhe këta këtë rrugën, komplet ose këtë e kanë marrë përsi për me ma pagu. Po. Edhe ju më kthy atje 22. Po, golla. Për mashallah. Shumë sezon të mirë ke pas. Jashtëzakonisht mirë edhe u përshtatet shumë mirë te mura. Mashtë edhe mentaliteti i njëjtë si Ballkanas. Po Jo për mentalitet si janë si Maqetin janë evropian janë ata. Ma ndrysh janë ata, mot janë Schengen ata. Jo, ma të butë shë. Milen, shku tani transferimi në Rubin Kazan. Çfarë oferta ki pas në atë kohë edhe pse vendose për... Shumë interesant u kom për neve se do me thonë e bune sezonin shumë të mirë. Mura performoj shumë mirë në kampionat. Edhe realisht prit shumë që na i klub interesant, po interesant boll dule edhe me Rubin Kazan, se na e kena njoftë Rubin Kazan, ka luajtur edhe në ligë kampiona kaluar. Po ta menaxherat non stop mi kanë ofru ekipet, po asnjë ekip s'u konë diçka. Po. Diçka me ty ekstra që edhe s'ka pas asnjë ekip konkret. Po. Si këtë puna menaxhera, najr të fol. Jo në shkruam autorizimin në tabi klubin, jo kështu, jo ashtu. Kënaqin më Kënaqin më Për podcast janë shumë të mirë ata. Kënaqin. I kem. Edhe pe atyit më thirr menaxheri më thot e kam unë një trener që kam bashkëpunu shumë me ta për gjithë lojtarët, për shembull për Odiseroshin, për Bekim Balaj, Bernard Berishën, krejt kanë shku përmes tina, përmes ti trenerit. Edhe tha pi pëlqen shumë si tip, si sulmues ti, si lojtar. Çapo ta mërmenja më tha ai mu, çapo ta mërmenja për Rusi. Na bjen krejës neve Rusi, ç'tash kjo situata. Po të njëjtën kohë s'kisha ti të zgjidhje unë. Veç ajo ofertë ishte konkrete. Edhe mirë financiarisht. Edhe oferta, jo për financa, jo shumë për financa, se kom këshyn atë, se veç e këshirësha me bo një hap manal. Edhe vjen kjo puna dhe shkojmë takohemi me trenerin, edhe ai treneri Janisi kështu adin të thonën, të folën, jo, do të me bo, te unë kanë shku kështu lojtarët kanë hesën në sene, edhe këtë kryt në rregull edhe
shkum atje fillojmë Rubin Kazan. Fakt edhe babi së konën shumë i pajtimit me shku, po thash unë çka me bëna, thash veç më kthyja pet, se unë mësova tu kthy non stop. Një para dy mbrapa. Dy mbrapa. Tha çish dush ti, tha, po thash ç'ke situata politike. Politika atje mos është ndaj gjoa. Po. Po thash be pa e provu, thash njeri nuk mundet me ditën çish është. Po. Edhe shkum atje, edhe më ka dal një hap shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Shumë i mirë. Shumë mirë, këtë sezon je shumë mirë, domethënë me golla. Shumë mirë edhe Nisan që është shumë loj. Nisan është shumë është për me përmen. Masi kena nënshkru kontratën, po takohemi me atë drejtorin sportiv të ekipit, edhe ishke në atë kohë të lutë një mitësore Zeniti me Fenerbahçen. Edhe i thash, mitësore. Edhe tu i këshyra ata të folën, po ma bën ai drejtori sot a merr menja që mund është mi bo, so golla ti thash. Për qatë vitin e parë. Thash, po 10-15, thash sigur, thash ku mi bo. Tha ti mi bo 10-15, thash që ata të bardh për Zenitin. Ata të vinë më njëherë të morin ty. Thash sigur të kikit sen. Edhe unë se marrë edhe frik ja kom përmen, që të sen, tha e pas në harruën, po ti se pas ka harru. Thash, ja, se kom harru korresh. Edhe pat para verës pat oferta shkuishin media në Rusi që janë të lyp këtë gjigante ligës, sidomos të Moskës. Krejt. Spartaki, Zeniti, edhe CSKA. Krejt. Edhe vendose me nejt. Edhe u fol edhe kjo për Kalarin, shumë u fol. Për Kalarin tash nuk doshin e paguajshin sa lyp ke klubi, ja. Klubi, po. Këta ofertën ku në ofertë konkrete, interesim konkret? Që po ta kallëzojnë edhe me shifër sa i kanë dhonë atje në Rusi. Okej. Ofër 12 milion i kanë dhonën për mu, me mble. Rust. Po, ekipet ruse. E vjen Kalari për shembull me një shifër shumë atull, ta smojnë me pranu. Yes, në italianë të garan me rata, me rata. Edhe vazhdo edhe qit vet. Edhe qit vet, se gjithë kam pas në këta ekipet ku kom luajtën, e kom pas gjithë sezonin vitin e parë e kom pas si mu ambientu. Edhe vitin e dytë e kom pas shumë. Edhe e kom nis deri tash mirë, inshallah veç e kryna mirë. Me rëndësi, suksese personale. Po. Themi edhe të kombëtarja pak. Domethënë e kena pas na Bajram Shalin këtë musafere, ka thonë mi lindi, ai nuk mujti me thonë bash, po i beke që mas shumë t'i ka pas drejt, se i ka ra shumë me pritë edhe nuk ka debutu në lojë zyrtare. Qysh erdhe dhe të vendimi jotë për mi bashku Shqipërisë? Po vendimi, ky vendim ka qenë shumë i lehtë për me marrën. Se unë s'ki pas rast këto. S'kom pas rast të heqene. I ki 5 ndeshje mitësore me Kosovën, po në lojë zyrtare, edhe pse i koni grumbullum, nuk i inkuadru. Jo. A u bo ball pritja, a? Bollo mo. Okej. Kush ka kontaktu i pari ve Shqipërisë? A trenerja, a FSHF-ja, drejtust? FSHF-ja drejtust, sparim kanë kontaktu. Edhe unë e kom bu para se me janë sezonin me Rubinin. Bile veç i pata kryën ato dokumentat. I ka i qenë në Shqipni? Unë jam i Tiranës, jam Tiranë si vjetë. Sa Norio Lushnjarë. Lushnjarë, i kanë qytetë. Edhe unë veç i pata kryë ato punën e dokumentacioneve, ato senet, edhe bolkemone, prita dhe tash pe presëm dhe Shqipnin që apo bujnë. Ata mënyra momenti i parë ata mu më thrasin. Mirë balla, edhe lunë. Lojën e parë, do më thonë që shë kake. Sezonin e parë, shkonë si... Edhe lojën e parë, një pasiv kështë se bën, ja bëjshin do, pëse se pasaj... Dytën e jep gol, me Poloninë... është golli i parë me fanellën e kombëtares, edhe një emocion i jashtëzakonshëm. E desh fanellën, e shen një botë, çfarë tatuazhi ki tatuazhin e herojt qytetit tonë dhe të kitë Kosovës, Hakim Ramadanit, shpërthen lot që shë kujton atë moment.
A është momenti më i madh në karrierën tënde? Ne inshallah të kemi pas momente shumë të mëdha apo deri që tash. Dhe që tash 100%. Emocione më shumë të ke pas. Emocion nuk e di atë. Inshallah veç çdo sportistit, çdo futbollistit, masi jemi për futboll na këtu të folën, çdo futbollistit ja bjen Zoti atë ndjenjë që e kam pasur unë, edhe prej këtij podcasti inshallah e shohin edhe krejt lojtarë tjerë që po hezitojnë me ardhen me lujtën për edhe si për Kosovën si për Shqipërinë. Nuk paguhet as me kontrata marramendse, as me sponzora, as me asnjë gjë, hiç me shënu për vendin ton, me shënu për këtë popull që ton jetën ka shku si të urzu kemi shku. Me vujtje, me sakrifica, me gjona, edhe nuk ka ndjenjë më të mirë hiç. Unë qëtash për shembull kur të më vje ftesa mu për me shku me lujt për Shqipnin etnike, se kjo është etnike është ajo, nuk e përfaqëson veç Shqipërinë, po e përfaqëson 12 milion shqiptari i përfaqëson komplet me Kosovë, me Maqedoni, me Malzi ku ka shqiptar e deri në Amerikë, në Australi. Te golli por nuk e di, veç i kom thonën nëse vjen ndonjëherë edhe Seferi këtu. Kena ardhen në qatë moment na i inkuadru të dytë. Loj, po. Po, edhe tu hin loj, pja bëjë në atina, kështu tu hin loj thash. Unë thash që të loja jap gol sot. I bindën dhe. Po 100%. E di, ta njo kryt. Thash që të loj thash ku me dhon golla në kurti. Edhe para se morë këtu, edhe menaxheri tem i kom thonë. I kom thonën, edhe vllau tem i kom thonë. Unë qatë ndjenje kom, që loja por në Albania në ku me dhon goll. Para se më morë ftesa. Edhe që, zotje po. I kërkon falje tani edhe gazetari i Supersportit, se thotë kena pas. Jo veçaj, po më kanë thirrë son njeri, më kanë thirrë me na folse. Lojën e varë, lojën e dytë e luan shumë mirë. Pastaj vjen Evropiani edhe Shqipënia paraqitet jashtëzakonisht mirë të pas parasysh edhe grupin në cilin mbjen. Qysh ke kalu në atë kohë në kampionat evropian? Qysh ke përjetu edhe pse po ftesën kur më ka ardhën se krejt mendojnë që na i kena ditën këto sena, na s'kena pos ftesë. Na pak paraprakisht e kena dita, mu për shembull s'ka thonë kur që jeftu. Ka thonë që jeftu. Ai nikon listë gjono kon. Po listë. Jo, hiç s'kon listë gjono, as listë gjon s'ka dalë. Veç u dal direkt në televizor edhe ka thonë emra. Po më thon çaj live që si Brazili ka bërë, si Brazili bojnë. Brazili bojnë çaj live u konën që i kanë qit edhe mas i çenaqeshmës. Edhe mas asoj konferencës që ka pas, mas anena i kanë çu ato letrat i kanë çu. Shumë interesant. Brazili bojnë qashtu, Brazil e bojnë. Shumë emocionuar, po se është ajo video që të shohim ty kur e merr ftesën. Edhe pse a ki prit realisht? E kom prit. Normal qef e dimi që po qefi më po, ama edhe konkurenca jashtëzakonisht nuk kanë më, sidomos në çat kurse krejt kanë. U çun peshën, po. Këtë kanë lu mirë. Po, këtë ekipi kanë fort. E kom prit shumë, e kom prit ftesën edhe erdhmo bashkë në atë momentin e duhur temin. Po. A ke kulmi karrierës tonë deri tash evropiane me Shqipërinë? Po, evropiane me Shqipërinë kon kulmi deri tash po, s'kam pas ndaj turnament më të madh se diçka tjetër. Sidomos prej vendeve të vogla, secili futbollist, secili ka plot lojtarë që hallon për shembull. Po, nuk ka lu. Nuk ka lu kur në evropian s'lu. S'kan lu ka edhe lojtarë tjerë plot që kanë bu super karriera, po s'kan mujt me përfasu as në evropian ose as botror. Kishën unë një gol të Shqipënia. Je ende me një moshë të re. Sa gola mendon që në fund karrierës kemi pas me kombëtarën? Se jeni parashikuesi mirë që ato, a ja ki vendos vetës në qëllim? Jo, alla, qëllim, veç qëllimi i vënoj vetit veç kur t'luj në ekip.
Në ekip Se je në baza ditore atë. Në ekip kështu që luj. Në kombëtare nuk vnoj kurrë statistik. Për mua është privilegj veç më konë atë. Ka në kima shoku atë. Po me thonë drejtën, e kena një atmosferë shumë të mirë atë. Po me Ardionin, normal që me Ardionin na konë edhe për ju një stenisha të Kosovës, edhe non-stop kena pas kontakt, edhe normal me to jam ma i lidh. Edhe me ta Hollandin. Amo me krejt kështu. Janë këtë bashkum, shije që është shumë grupi bashkum, kanë më abet. Pa i veçu, gjithë janë prej Beratit, Gjimshitit, se edhe i vjem për njonës tem anena. Edhe më ka prit mirë shumë fillim atëre edhe krejt tjertë për Ilberit e Ardionit, Aulanti. Po edhe lojtarët e Shqipnisë që janë edhe ata janë sjell. Për shembull unë që du të me cekën këto Cikaleshi, unë kur kom shku në fillim, kur kom shku në Cikaleshin, unë kom po ish të lutë për kombëtaren për televizorit. Po ish super djallë. Të ugzune për gollat e tina, sana, kur kom shku atë, e shifsha që unë folke kështu edhe jo pse lujna me një pozit. Si një vllad vogël. Unë folke kështu bënja, kështu ma mirë është mja bo, kështu ma mirë është mja bo. Edhe për mu më ka ardhën edhe shumë befasi, edhe shumë më ka ardhën mirë që kur njësë ku me arru këtë sanëne. Edhe unë që tash në qëfëse ma bjen ymri që thonë me ardhë një sulmusi i ri atë, edhe unë njëtën mënyrë ku me prit mirë, me përkra, qaja. Edhe një pyetje për Rusie kam, ne të kthehemi, çysh është jeta ato dhe e shumë që të ka ardhur tash edhe një shok që e ke pas më herët. Shaban Hoxha, ne edhe ke prit prezantimi tim me Kerkë të shkojmë morë konjope më interesante shumë. Çysh po kalon atje edhe çysh është jeta për ty atje? Po jeta është nuk është sikur çysh e bojna për media na për gjona. Jeta është shumë normale, atë zhvillohet jeta normale. Nuk ka bunkera që thot Faruki, po. Qelë është atje krejt. S'ka as pandemia. Futbolli që luhet atje nuk luhet as na për ligat. Po është shumë futbolli i fortë, është i sholojt kanë. Pagesat që bëhen atje nuk paguhen as në Serie A. As nashta veç Premier Liga mundet mi dallu. Mundet mi dallu për tyne, se këta njëjtë është. Gjithmonë ju më pagu shumë me një Rusia u konë Arabia e Evropës. Veç po pritet lufta me përfundu se punën e Arabisë kanë me harru krejt. Sigurisht se janë pritet një njeri kthehemi fuqishëm se edhe ka ekipe shumë më tu përfshi edhe Rubini që gjithmonë kanë në grupe. Gjithçka shumë edhe kom shumë respekt aty. Me tifoz ata të shmendën krejt mas meja. Tifoz atje nuk kam pos asnjëherë asnjë provokim ose asnjë gjohë pe tyne, pe anës tyne për shembull me përmend Kosovën ose në gjohë asnjë mënyrë hiç. Me lejtarët jam jashtëzakonisht jemi të lidh edhe krejt e din që je reprezentuesi i Shqipnisë. A din për shembull që vjen për Kosovës. Që vjen për Kosovë. Po aty nuk ka problem hiç ajo. Jo, ma aty shfaqet ku shkojsh. Po. Ku shkojsh aty shfaqet. E ki edhe një tifoze shumë simpatike që të ndjek çdo lojë edhe të ka për dorë me dal ato. Po. Ajo është çika e drejtorit sportiv. Edhe ai drejtori sportiv thotë shpesh bile thotë nuk më ka ndodhur kështu kam pas shumë lojtarë në çit periudhë, po s'm ka ndodhur kështu me pas një kaq avarësi, preferencë me pas për një lojtar. Sa që edhe kur shkojmë shpesh më thirrin edhe në shtëpi tyne më thirrin me shku me bona i befasia saj ose me darku me hongër dark bashkë. Edhe Nina, për një me Nina sigur shumë Nina si në shpe edhe tash të shumë qysh na shkon sezoni si të mujna pse jo edhe me luftu për ato liga më të forta që. Miled, për fund, pyetja fundit, jetu kalu me një sezon të jashtëzakonshëm, me gola, ku peshe vetë? Besoj që kete kam po, edhe klubet. Në janar, a do me lëviz apo kime prit verën, edhe ku e sheh vetën?
ty të ka rrok shumë shpesh me lëviz në janar, si vjet mos lëviz. Jo, edhe mu, edhe une qatë menim e kom pas që në janar mos me pas lëvizje, po dhe ekipi e ka që ashtu qatë menim, po nuk i di, shifrave nuk i di atë. Jena i shifër marrament se edhe mundët me të ndru. E tash të këshyrë mi punën e para. Dhe i tash se kena këshyrë, tash të këshyrë mi punën e para. Milen. Cilën Hajde. Ku preferon me shku? A preferon në Itali, Angli, Gjermani? Unë jam rrit me futboll të Anglisë edhe kam qef me lyt në Angli, po ekipën e ki doptë. këfilën edhe ata. Manchesterin. Jena i Këfilën edhe ata. Ama jo, veç në ligë të Anglisë kam qef. Sulmues janë të lyp. Veç që se bash në Angli a O levi. më të ndu për do 70 milion, 80 milion kur ti shifsh. edhe kërç janë. I vetmi kampionat që pyka ta mën pykjet a le, domethënë sulmuesin nën që kanë ata, domethënë smuj pa ta. Po, në Angli kam qef bile edhe championship unë pëlqen shumë. Po atje ka shikuesa. Se me thonë drejtën pritojnë abe me shumë me bo stërvitje kështu gatë një of dit, atje çdo 30 ki loj, edhe s'bjen iqbe, direkt loj. E që ta, po ku të buhet, veç inshallah e kena shnetën edhe me përfacu venin tem ku qëkoj, mos mu tutën pe kur gjë hiqit, edhe pe probleme që i bon, mos mu tutën po më nejtën kështu bashkë tamon që thot a i gjiresi aty, bi kallëzu ato gjonat. Po. Nëse, Milen, shumë faleminderit që Faleminderit shumë. Emisionit Arena Yve. Kënaqësi shumë e madhe për neve. Që je pjesë e jonja, unë të njo prej kur je shku në Hajvali, është shumë kënaqësi edhe që po t'intervjestoj kështu live. Të urojmë me të realizu sa ma shpejt undra me luajnë futboll në angles. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për ftesën, edhe juve ju përgëzoj për këtë podcast, as qysh me thonë. Po më pëlqejnë këto podcastat që pisho, se po ka me fol shlirë edhe mu shprej, edhe shpresoj që veç keni të ftum speciale kësi gjona që mujnë me shpalosa, me tregu ato onat tjera, jo veç shka i shifni ju me sy kështu, po edhe jashtë saj. Kështu që është një sen shumë i qellume, inshallah edhe ju veç suksese. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit apo juve. Shikues të nderuar, kaq ishte për sonte. Shihemi në podcastin e radhës në Telegrafi dhe Dugagjini. Por mos harrojmë. Mos harrojmë edhe sponsorat për fund. Një ndër markat, falenderojmë një ndër markat më të vjetra të makinave nga Korea, KGM Sangyong, Mucha Solar, Pro Transport, Lashko, Patos dhe Denfix. Shihemi javën tjetër.